14 vjeçari nga Kosova, hero në Gjermani, e shpëtoi shokun e klasës nga sulmi me çekan. Një djalë 14 vjeçar me origjinë nga Kosova, Alen Fejzullahu, është bërë hero në Gjermani pasi rrezikoi jetën për të shpëtuar shokun e tij nga një sulm me çekan. Një gazetë gjermane ka sjellë rrëfimin trondec dhe njëkohësisht frymëzues të Lenit, i cili tregoi guxim dhe vendosshmëri. Gjithçka ndodhi në oborin e shkollës pak para fillimit të orës së parë. Leni dhe dy shokët e tij po bisedonin kur një adoleshent 15 vjeçar ju afrua i veshur me uniformë ushtarake dhe me një çekan në dorë. Fillimisht mendova se po bënte shaka dhe se çekani ishte lodër, rrëfen Leni, por sekondat në vend do të tregonin se nuk kishte asgjë për të qeshur. Sulmuesi pa pritur nisi të godas njërin prej shokëve të Lenit në kokë. Pa menduar gjatë, Leni u vërsul për ta ndihmuar. Edhe pse u godit në krah, ai arriti të shmangej dhe t'i kundërpërgjigjej agresorit. E pa shokun tim të shtrirë në tokë. Mendova se nuk mund ta lë vetëm, kujton 14 vjeçari me emocione. Në përleshi, Leni arriti t'ia rrëmbej çekanin sulmuesit dhe ta godis në bark, duke rrëzuar në tokë. Fal reagimit të tij të shpejt, ai dhe shoku i tij i plagosur arritën të shpëtonin. Ndërsa po praponin drejt hyrjes së shkollës, sulmuesi i shteu në drejtim të tyre me një armë false, ndërkohë që shoku i Lenit, të lënduar rënd në kokë, kishte nevojë urgjente për ndihmë. Dy mësues që ndodheshin aty njoftuan menjëherë policinë dhe ambulancën. Sulmuesi 15 vjeçar u arrestuar në vend ngjarje dhe po hetohet për tentim vrasje dhe lëndim të rënd trupor. Autoritetet gjermane kanë hapur hetime edhe për mundësinë e motivimit ekstremist të ngjarjes. Leni ka dhënë dëshminë e tij në polici dhe ka hedhur poshtë komentet që qarkullonin në rrjetet sociale se sulmuesi kishte qenë viktimë bullizmi. Nuk e njihja personalisht, vetëm e kisha parë më parë, thot ai, por po të kishte qenë i huaj, njerëzit do të flisnin ndryshe. Për veprimin e tij heroik, kryebashkiaku i Fribergut e ka ftuar Lenin në takim për ta falendëruar publikisht për guximin e treguar.